Mosmarrveshjet mes komunës dhe Ministrisë së Mjedisit kanë bërë që investitori kësaj ndërtese në zonën 8 të qytetit t'i pezullohen punët e ndërtimit tash e 7 muaj. Pronari Ismet Kamenica e konsideron veten të diskriminuar nga procesi i revidimit të zonave 1 dhe 8 të qytetit, që kuvendi Ferizajt mori tash e 1 vit. Kamenica tregon se s'ka lënë derë pa u ankuar, por deri më tani askush nuk i dha përgjigje të drejtë për ndërprerjen e punimeve. Madje, në 16 shkresat e dërguara për kryetarin e komunës së Ferizajt, ky afarist kur nuk mori përgjigje. Po na i kem dikon 16 kontrata shitblerjes banesa, para kontrata, ku tash kem presion nga njerëzit, i kërkojnë banesat, na sun jena të punu, se s'puna lejojnë me punu. Nuk e di mos çka. Kisha pas dëshirë me vetë kryetarin e komunës, qyshe kanë gjetë rrugën të tjerët, e na që s'u bëjmë të vazhdojmë me punime. Çka ka kryetari personale apo kuvendi komunal personale me neve, që s'na lejon vetëm neve me vazhdu. Ku 13 leje, drejtoria e urbanizmit i ka dhënë me këtë ligj, me këto kushte dhe asnjëna nuk është nol. Sipas informatave tona, kur u kërku nga Ministria e Ambientit, apo çka është kjo? Atë ditë janë nol 3 leje janë pezullu. Në këtë zonë? Jo, është aty te policia nol 2 edhe kjo. Mas 2 dite, aty në 2 ju ka ju ka jek pezullimin, ndërsa neve na vazhdon tash të tutje. Halo, s'kem asnjë përgjigje. Të drejtën e këtij investitori e pranon edhe drejtori i urbanizmit Faj Grajinca. Ai thotë se pronari Ismet Kamenica i ka të gjitha të drejtat për ta paditur komunën në gjykat, pasi që sipas tij, ky afarist është pajisur me të gjitha lejet që i ka kërkuar drejtoria urbanizmit në bazë të vendimit të revidimit të zonave 1 dhe 8. Grajinca, për krejt këtë vonesë dhe pezullim të procesit, fajson Ministrinë e Mjedisit. Për mu ka qenë në fuqi plani urbanistik i aprovuar në seancën e shkurtit të vitit 2015. E tha që keni dhënë shumë leje në atë kohë. Nuk janë shumë leje. Sa janë? Dikun janë 3-4 leje nëse nuk gaboj. E pse veç Kamenica robi këtij? Për arsye se për Kamenicën është anku një qytetar i cili thotë se është dashur me marrë pëlqim nga ai për të afruar objektin në atë hapësirën sa e ka afruar zoti Kamenica. Me planin që ka qenë fuqisi mësme, nuk është kërkuar pëlqimin nga fësinjët, për arsye se po krijohen shumë probleme. On Kamenicën e kam urdhëruar, e kam uzuar vërtet që të kërkoj të drejtën e tij nëpërmes gjykatës, për arsye se është një vendim i padrejtë i ministrisë dhe gjykata jam shumë i bindur se do ta njoh rregullsinë e kësaj leje, përse ata nuk i drejtohen gjykatës, unë ende nuk e kam të qartë. Ata ju kanë drejtuar gjykatës? A konsideroj që me këtë nga gjykata do të humb komuna? Duke ja njoftur të drejtën e Kamenicës në anën tjetër të së komuna? Natyrisht që në rast të tillë mund të humb komuna, mirë, por ne për gjitha humbjet eventuale që mund të na shkaktohen, do t'i adresohemi ministrisë që ajo të jetë përgjegjës për këtë humbje. Kena kërku mos përkohshme për vazhdimin e punimeve. Ne ka refuzu, kena kërku për dëm shpërblim, ne ka pezullu, kena kërku në gjykatën administrative, hala përgjigje s'kena marrë. Edhe ju kena drejtu edhe ministries, ju kena drejtu inspektorit për kac, i cili na ka thonë që do t'ja kthej përgjigjen me shkrim, hala nuk na ka ardhur. Me këtë ndërtesë nuk është marrë vetëm inspektorati i ministrisë. Ky investitor ankohet se këtu është përzier edhe policia, të cilët edhe kishin arrestuar Ismet Kamenicën. Ne kanë qisë shiritat, edhe ne kanë bo një kallëzim penal. Na s'kena vazhdu ma, i kanë lënë shiritat dhe dit, mas 10 dite, kanë ordi kanë jek shiritat, në mbrëmje, po ata polis njët, kena mendu që qitja shiritit është ndales. Edhe heqja e ti është lejes edhe na kena vazhdu apet me punime. Kena vazhdu me punime, me qenë se na vjek shiriti, edhe ju kena drejtu me shkres, nuk na ka përgjigj. Me qenë se kena drejtu, kena fillu me punime, na ka bon prap kallëzim penal nga policia, na ka bon kallëzim penal nga kuvendi komunal, inspektorët e ndërtimit, edhe mu personalisht më kanë arrestu me urdhën prokurorit, më kanë mojt 48 orë mbajtje. Për pronarin e kësaj ndërtese që mbeti në gjysmë, foli edhe i pari Ferizajt Muharrem Sfarqa.
I vedishëm që Kamenica i ka të gjitha të drejtat, Sfarqa tha se përgjigjet nuk i ka kthyer direkt tek ai, por i ka përcjellur tek zyrtarët ligjor të komunës dhe drejtoria urbanizmit. Sfarqa, i cili tash e 5 muaj ka zhvilluar takime me ministrin e mjedisit për ta sqaruar revidimin e planeve urbane, tha se ende nuk kanë ardhur deri tek zgjidhja problemit. Sugjerimet e ministrisë janë që kjo të zgjidhet përmes hartimit të hartave zonale. Një proces që ka filluar është në fazën e tenderimit, por po ashtu bashkë me planin zhvillimor komunal. Kemi informacione që gjithë ata që punojnë sipas planeve të vjetra, po me koeficientin 2.6, sepse ju e dini që përpjekja jonë ka qenë ekskluzivisht e lidhur me rritjen e koeficientit ndërtimit, që nënkupton edhe etazhitetin. Po, a dini që kuatet e tyre kanë kaluar për tej 5-6? Jo, nuk e di dhe nuk besoj këtë. Për shkak se ka një inspekcion i ndërtimtarisë i cili përcjell secilin leje. Unë kam informacionin që janë dhënë për shembull diku 32 leje, mirë po në bazë të koeficientit ekzistues, 2.6. Se komuna po punon me plane të vjetra, e pranoi edhe drejtori Faj Grajinca. Ai tha se tash për tash revidimi zonave ka mbet veç në letër. Ka plane të drejtoreshës Qazime Vata, drejtorit Grajinca, po në ex-drejtorit. Këtu ka planet që aprovohen në kuvendin komunal. Ne jemi duke funksionuar me planet urbanistike që janë aprovuar në vitin 2009, dhe të cilat ende janë fuqi, derisa ta bëjmë ne planin e ri zhvillimor komunal, procedurat që kemi fillu dhe hartën zonale të komunës. Derisa investitori Ismet Kamenica po ende institucion për institucion duke kërkuar të drejtën e tij, kryetari Ferizajt u zotua se zgjidhja problemit me Ministrinë e Mjedisit për njojën e revidimit të planeve urbane për zonën 1 dhe 8 do të bëhet tek pas 2-3 muajve.